ditëve të fundit? Shiko, presionin ndaj nesh si aktivista, po dhe ndaj protestës, ndaj diasporës ka qenë shumë i madh. Dhe në të gjithë format e mundshme që një pushtet mund të ushtrojë. Si kërcënime personale, si duke na shantazhuar në rrjetet sociale, si duke vënë gjobat diasporës, si me provokatorë të ndryshëm në protest. Pra, pushteti, mendoj, është në gramat e fundit jetës së tij dhe do përpiqet me çfarëdo lloj mënyre që të qëndrojë në jetë. Pjesa e diasporës, edhe rana e parë, të gjithë atyre që kishin ardhur me makinë, u është vënë nga 150 euro gjop deri në 400 euro gjop. Të gjithëve, pa përjashtim. Policia gjatë rrugës që ata vinin ka filmuar targat e të gjitha dhe në dogan u është vënë gjop. Bllokim qarkullimit. Sepse ata kanë ardhur të organizuar, me burie, me flamur, i kanë rënë burieve në rrugë dhe ata e kanë gjetur këtë justifikim si bllokim qarkullimit rrugor. Dhe kanë vënë këto gjoba, të cilat mendoj që duhet të ankimohen, normalisht dhe duhet të hiqen. Nuk është tu çështja se nuk besoj asnjë emigrant, nuk është se trembet në këto gjëra, ai do të vi përsëri, çdo emigrant do të vi përsëri. Diaspora ka qenë një nga mbështetjet tona më të mëdha. Po të shikosh dy protestat mbarkombëtare që ne kemi bërë me diasporën, kanë qenë rreth 250.000 veta në shesh. Pra është një diçka që Shqipërisë nuk i ka ndodhur kur në 500 vjet, as kapti ndodhur ndonjëherë në 500 vjet tjera. Tani 250.000 veta, mos egzagjerojmë, por jo se pash dy ditë më parë u mbajt në Rom koncerti i këngëtarit të famshëm Ultimo dhe u mbajt si koncerti që hyri në historinë e Italisë me 250.000 veta, po nuk e ke ide se çfarë ishte 250.000 veta. Ati ishte 250.000 veta. Ka qenë një mbrekulli e vërtet. Ka qenë një mbrekulli, një protestë. Ta mbajmë çdo gjë në konturet e diçka e të besueshme. Realisht ato numra kanë qenë. Unë besoj se ato numra kanë qenë patjetër. Kështu që nëse ideja është mendoni që keni arritur diçka deri tani, sepse duke parë reagimet e përditshme të kryeministrit, ka një këmbgulje për të mos u larguar nga, siç është normale, thotë më kanë zgjedhur me votë, edhe me votë do të largohem. Shiko, ati ka rënë vota, sepse ai popull sot e ka në shesh, nuk ka pasur ndonjëherë këtë popull në shesh. E para, protesta ka arritur shumë gjëra. E para ka qenë diskreditimi publik i një kryeministri në rang botror. Pra ndash në Evropë kur kryeministri vende paraqitesh si një lider modern edhe si një lider i cili kishte votën e popullit, sot nuk është më ashtu. Pra në çdo vend të botës kanë parë se kush është realisht ky kryeministër. Kemi reagimin e eurodeputetëve, kemi amendamentet e Parlamentit Evropian, kemi thirrjen për një komision hetimor në